Në këtë video do e cekmi dobijen e dytë. Shiko se si autori po e fillon librin e tij. Autori i librit ka fillu librin e tij me këto fjalë: Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit, në emër të Allahut Azza wa Jall, në emër të Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Arsyeja pse autori i librit fillon këto janë të shumta dhe ne do i përmendim një nga një me lejen e Allahut Azza wa Jall. Gjëja e parë është iktidaan bi nebiji sallallahu alaihi wasallam. Ndjekja e një sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam apo një pasim i sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pa tek ai domethën tre persona për tyre ka qenë Ali ibn Abi Talib, ka qenë Zeid ibn Thabit dhe ka qenë Muawi ibn Abi Sufjan. Këta tre sahabi kanë qenë afër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur pejgamberi ka dëshiru me dërgu tek mbretët që kanë poseduar domethënë jashtë tokat arabeve apo brenda tokat arabeve, mi po mbretët jo arab. Këta sahabi kanë shënu mesazhe në ato çka i ka thonë pejgamberi. Gjën e parë pejgamberi që ka shënu në mesazhin e tij ka thonë shëna kështu: Bismillahirrahmanirrahim. Domethënë kjo është prej suneteve të profetit sallallahu alaihi wasallam. E njëjta gjë është edhe Sulejmani kur Allahu Azza wa Jalla ka përshkruar në Kur'an, kur e ka shënu mesazhin e tij për mbretën Belkize, ka fillu me Bismillahirrahmanirrahim. Dhe Allah ka treguar në Kur'an këtë histori. Arsye tjetër është që pse autori i librit ka fillu me Bismillahirrahmanirrahim është që përmes kësaj fjale ka dëshiruar të merr bereqetin nga ana e Allahut Azza wa Jall në ato që ai është duke punu. Do të ketë bereqet dije e tij, kjo është e para, njëjtën gjë, do të ketë bereqet edhe dijen të cilën ai është duke marrë. Do të thonë dijen në veten e vet, ketë bereqet dhe dijen të cilën ai e shpërndan. Ka fillu duke marrë do të thonë bereqetin e këtyre dyre gjërave me fjalën Bismillahirrahmanirrahim. Kështu edhe Allahu Azza wa Jall filloi në librin e tij. Ajeti i parë në Kur'an është Bismillahirrahmanirrahim. Sipas mendimeve të disa ulemave me plot argumente të domethënë sakta të pranuara, është ajeti i parë në Kur'an Bismillahirrahmanirrahim. Pastaj vazhdon Elhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Pastaj do të thonë vazhdojnë ajetet të tjera. Arsyeja tjetër autorit librit që ka filluar me Bismillahirrahmanirrahim është një derë e hapur që lejohet që hyrjen kur dan me e bë në për mexhlise apo në për libra, nuk ka gjë të keqe që të fillon me vetëm me Bismillahirrahmanirrahim. E disa prej ulemave kanë thonë, nëse don me vazhdu me kompletu, është edhe më e mirë me thonë Arrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pastaj më thonë o sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad e kështu të më radhë. Do të thonë lejohet që edhe me Bismillahirrahmanirrahim me bë hyrje. Në qoftë se ndëgjani ndonjë hoxh apo ndonjë dietar duke thonë Bismillahirrahmanirrahim dhe vazhdon me fol, kjo është e pranuar, nuk është diçka që është domethënë mosdije apo nuk ka dituri. Jo, është e pranuar nga se një gjë tillë lejohet hyrja e mexhliseve apo hyrja e fjalëve apo dëshiron domethënë me thon fjalë e si hyrja e këtyre fjalëve ban domethënë lejohet edhe me fillu me Bismillahirrahmanirrahim. Autori i librit, arsye tjetër është që dan me na tregu në këto dy emra të Allahut, Ar-Rahman Ar-Rahim, mëshirues, mëshirbërës. Janë dy emra të Allahut Azza wa Jall që përfshin njëra me tjetrën në të njëjtën gjë si
cilësi të Allahut Azza wa Jall si i mëshirues. Do të thonë Allahu fal, Allahu ka rahmet. Ar-Rahman, mëshirues, ka të bëj për li gjemi'il makhlukat, për gjithë krijesat. Allahu është i mëshirshëm për gjithë krijesat. Ar-Rahim, mëshirbës, është vetëm për besimtarët dhe në ata të cilën ka ardhur edhe në për ajete kuranore që Allahu tregon Ar-Rahman mëshirues është për gjithë krijesat, Ar-Rahim është mëshirbës, është domethënë vetëm veçantë për besimtarët. Lejnë Allah Azza wa Jall, në video tjera vazhdojmë temën të cilën ka fillu autori i librit.